voton për Partinë Socialiste, ashtu siç do të votojë e gjithë Shqipëria, ashtu siç do të votojë Fjeri, Mallakastra, Roskoveci, Patosi, Divjaka, Lushnja, ashtu siç do të votojë çdo shqiptar. Në gjakun e Fierit, fushata elektorale e Partisë Socialiste duke se është ndërtuar mbi klientelizmin dhe kontrollin e administratës publike, duke krijuar një klim frike që përmendet gjithnjë dhe më shpesh nga qytetarët dhe opozita si një diktaturë moderne. Sipas dëshmive të mbledhura nga BIRN, punësimi në sektorin publik është kthyer në një mjet presioni dhe kushtëzimi për vota, ku mbështetësit e opozitës rrallëherë guxojnë të shprehen publikisht nga frika për vendin e punës apo dhe për familjarët. Fieri qarku i dytë më i madh në vend ka një histori politike të lidhur me të majtën, pjesërisht për shkak të trashëgimisë industriale të kohës së komunizmit dhe traumës së vitit 1997. Ndërkohë opozita bazohet kryesisht në mbështetjen e grupeve të përsekutuara historikisht si komuniteti çam dhe familjet e ardhura nga ish Jugosllavia. Megjithatë, edhe këta votues kërkojnë më shumë se sa thjesht retorik për të angazhuar në votime. Dhe pensionistët janë bërë shinjes të reprezantimeve elektorale ndonse realiteti ekonomik është i zymt. Pensionet mbeten minimale ndërkohë që sistemi nuk përballon dot pagesat për shkak të emigrimit masiv dhe numrit të lartë të moshuarve. Në Fier, 1 në 4 qytetar është 65 vjeç, ndërkohë partitë e reja si Lëvizja Bashk apo Mundësia përpiqen të sfidojnë me mesazhe për liri individuale dhe ndryshim, por ata përballen me mungesën e burimeve apo mosbesimin e qytetarëve që ndjen të lodhur dhe të zhgënjur nga politika.